Dhjetra punonjës dhe vullnetar të spitalit të Tetovës sot kanë protestuar duke kërkuar rishqyrtim të konkursit të fundit dhe punësim të atyre që me vite janë me kontrata dhe përvojë. Ata akuzojnë drejtuesit dhe përfaqësuesit politik për thyerje premtimesh, duke theksuar se nga konkursi janë pranuar persona nga jashtë dhe pa përvojë. Na është thënë qartë se fillimisht do të rregulloheshin punonjësit që janë tashmë brenda spitalit me gati 7-8 vite përvojë dhe pastaj ne vullnetarët që kemi shërbier për gati 2 vite. Dhe vetëm më pas do të hapeshin vendet e punës për persona nga jashtë. Ndërkaq, Ali Aziri, i cili që 9 vite punon si ndihmës, tha se në vend të tij në këtë pozitë është pranuar dikush tjetër. 9 vite jemi përballë me sfida, me Covidin, me shumë sfida. Mbas 9 vjetëve, punë, pa sigurim pensionar, pa sigurim shëndetësor, mbas 9 vjetëve zaventësohem me personel, që kanë punu si motra, nuk e di, si njofëm, faktikisht si njofëm. Zaventësona me personel motra veç për ta zonë një vend pune, ta zonë vendin tem. 9 vjetë kimi... Kjo nuk o e drejtë. Ivona Nedelovska theksoi se pavarësisht premtimeve nga zyrtarët, ata nuk arritën të marrin vendime. Nuk do të presim konkurs tjetër, mjaft kemi pritur. Duhet personeli që u pranua nga jashtë të pres konkursin tjetër. Nuk është e drejtë ndërpritni kontratat për qëllime politike, siç keni bërë me disa nga kolegët tonë. Mediha Zilbehari theksoi se 7 vite ka punuar në spital, sa me kontrat e sa në forum vullnetare. Ndaj thot se për këtë arsye të rinjt ikin jashtë shteti. Vetëm fjalë dhe premtime boshe. Dhe sot pas gjithë kësaj kohe jemi jashtë. Nuk do të ikim se duam perëndimin më shumë se vendin ton. Do të ikim sepse atje të paktën vlerësohet kontributi ynë dhe nuk ka justifikime. Nuk ka mashtrime të një pas njëshme. Nga ana tjetër, drejtori i spitalit të Tetovës, Erzen Elezi, tha se mbi 80% të punësuarve me kontratë në spitalin e Tetovës janë të përfshirë në atë listën e pranimit. Kam thënë që të gjithë nuk mund të përfshihen shkaku profileve që është marrë konkursi prej vitit paraprak. Kështu që edhe në atë moment që kam marrë të mbon kërkesë deri në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Ministrinë e Administratës për konkurs tjetër në vitin 2026, në të cilin e kam marrë pozitiv. Është numri 133, dhe shkëm në procedurat ligjore, ashtu kërkesat që duhet t'i bëjmë me hapjen e parë të konkursit. Me hapjen e parë të konkursit, me thonë që vitin 2026 dhe marim, une vetëm mund të garantoj se kjo pjesa tjetër që kanë ngel do i marim. Ky konkurs u zvarrit me muaj të tërë për shkak të zgjedhjeve lokale. Pas shumë zvarritjeve, protestave, polemikave dhe përplasjeve politike, Spitali i Tetovës më 24 korrik e hapi konkursin për pranimin e personelit mjekësor. Megjithatë, konkursi u anulua disa javë më vonë në gusht për shkak të shpalljes së zgjedhjeve lokale. Kujtojmë se në muajin qershor, punonjësit shëndetësor në Spitalin e Tetovës me kontrata, të cilët janë rreth 140, protestuan pasi nuk kishin marrë rroga ndërsa kërkonin edhe vendime pune. Pas protestave, nga Spitali Klinik i Tetovës u premtuan se do t'u paguhen pagat e prapambetura, si dhe kontrata në vepër deri në fund të vitit. Po atë muaj, Ministri i ri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se brenda një muaji e gjysmë pritet të zgjidhet statusi i punës së personelit mjekësor të Tetovës, por kjo nuk u bë brenda këtij afati.